Spektakli së shtunës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri solli një moment të bujshëm për Eglin, e cila ishte e ftuar në studio pas largimit nga shtëpia. Teksa diskutonte për eksperiencën e saj në reality show, produksioni përgatiti një surprizë as pak të këndshme, një klip që zbuloi detaje shokuese mbi marrëdhënien e saj me Gjestin. Fillimisht në pamjet e transmetuara u shfaqën momente të ëmbla mes dyshes, me deklarata dashurie dhe afrimitet të ndërsjellë brenda shtëpisë, por më pas klipi mori një kthesë dinamike, duke zbuluar një tjetër anë të Gjestit. Në një rrëfim privat në dhomën e rrëfimit, ai shprehi: "Kur të dal nga këtu do të zhdukem, s'do të më shoh syt, nuk e di se ka para prirë kjo, unë në Prishtinë e kjo në Tiranë, s'mundem e dasht." Kjo deklaratë tronditi jo vetëm Eglin, por edhe publikun dhe opinionistët, duke ngritur pikpyetje mbi sinqeritetin e ndjenjave të tij. Kontrasti mes fjalëve të tij brenda shtëpisë dhe atyre në rrëfimet private ka ndezur një debat të madh në rrjet, ku fansat po diskutojnë nëse marrëdhënia e tyre ishte e vërtetë apo thjesht një strategji loje. A ishte gjithçka një lojë nga ana e Gjestit, apo ndjenjat mes tyre ishin të sinqerta, e po kjo mbetet vetëm për të parë.